Unë mendoj që çdo artist, edhe pse nuk i ka të shkruar me tekstet vet, gjithmonë mundohet me përcjell shumë emocion edhe me dhënë më të mirën prej vetë, gjithashtu edhe në çdo këngë time mundohem të përcjell shumë emocion, edhe besoj që deri tash ja kam arrit. Ja ke arrit qëllimit. E vërtet shumë në fakt sepse pash edhe shumë komente, sidomos të rinjt që i ka prekur kjo këngë, ka arrit deri tek ato të paktë dhe ky është në fakt edhe qëllimi i gjithë artistëve, të arrin deri tek publiku. Më thuaj pak si është kënga magjike, ti the që ju i keni ndjekur familjarisht, në fakt i ndiqni edhe këto festivale. A ka qenë ashtu siç ke pritur edhe kënga magjike dhe prapa skenat na trego pak? Ka qenë akoma më mirë sa që e kam pritur. Edhe na kam bërë një pritje jashtëzakonisht shumë të mirë. Nuk muj me thonë që s'kemi pas asnjë dallim prej artistëve që janë me emër, jemi trajtuar në të njëjtën mënyrë. Producenti i festivalit, skenografi ka ardhur ka pyet në çdo moment se a je i kënaqur me skenografinë, a do më ndru diçka. Gjithashtu edhe pjesa tjetër e stafit ka qenë një pritje e mrekullueshme, që t'i falenderoj shumë, sepse me të vërtetë për artistat e ri kjo ka shumë rëndësi që të jemi në një ambient aq të ngrohtë edhe të marrim mendimin e gjithë secilit për me pas një performancë sa më të mirë.